Sefer Pajaziti nga Shtimja thot se më herët ka jetuar në një tendë, ndërsa tani ka 2 vite që jeton në 2 kontejner, të cilët ja kishte dhuruar Forca e Sigurisë e Kosovës, pjesëtari i cilës është Seferi. Por kushtet e banimit për veteranin e luftës, 2 fëmijët dhe bashkëshorten e tij do të përmirësohen fal miqve, shokëve dhe dashamirëve të kësaj familje që u kanë siguruar gjysmën e mjeteve, ndërkaq me gjysmën tjetër dhe udhëheqjen e punimeve nga shoqata humanitare Fenix për një kohë shumë të shkurtër, edhe Arbëri 6 vjeç mund të ketë një dhomë si bashkëmoshatarët e tij. Sefer Pajaziti ka bënë kërkesën nga shoqata humanitare Fenix dhe gjendën e tij na sikur përfshin edhe vet. Është 50-50, sigurisht të gjithë shokët e meshtë dhe dashamirët i kanë ndihmuar në ato 50. 50% shemë shoqata humanitare Fenix me pullën i cili gjithherë ka qenë solidar dhe do të jetë solidar. Dhe kjo shtëpi shembull sigurisht do të përfundojë sikur shtëpiat e tjera. Dhe unë shumë jam i kënaqur se kena filluar tani ushtar, jushticiar Kosovës dhe tash punon në FSK. Mirë, po gjendja e tij ka qenë shumë e vështirë dhe shokët i kanë ndihmuar së bashku me neve dhe kjo shtëpi do të përfundojë besoj që shumë shpejt. Ndërkaq kryefamiljari Pajaziti me emocione për fillimin e ndërtimit të shtëpisë falenderon të gjithë ata që ndihmojnë për strehen që po i bëjnë. Po jetesa ime ka qenë përshënë në kontinjerë që 2 vite, po edhe një tendë kem jetuar 1 vit. E falenderoj shoqatën Fenix me kërkesën tem, që ka ardhur për më ndihmu, i falenderoj edhe shokët që më kanë ndihmu, gjithë ata që kanë kontribu, i falenderoj shumë nga zemra. Po ne kam emocione, shumë jam i gëzuar, qysh kur ja kemi nisë sefte, shumë jam i gëzuar. Kjo është shtëpia e 8 që shoqata humanitare Fenix në bashkëpunim me donatorët e ndryshëm ka filluar ta ndërtojë gjatë këtij viti, ndërsa shumë shpejt pritet që në fshatin Zllatar të porurohen 5 shtëpi të tjera.